por edhe ai mi të shkuar në raportet me Greqinë. E gjitha kjo, si na shkon për shtatë ne, por edhe fqive. Këtu e kam fjalën për Greqinë. Do të them këtë gjë që zoti Rama, domethënë 4 mandate kryeministri do të mahet mend për shkatrimin e çdo pollone apo çdo marrëveshje të heshur politike shqiptare. Në radh parë ka prishur ekuilibrat fetare, kam thënë që në 2015, ekuilibrat fetar, politikanëve tanë, sepse ne kemi pas një marrëveshje të heshur duke patur disa besime fetare brenda Shqipërisë, duke patur që përfaqësimi të jetë të drejtë, ky i ka futur të zënë aty 2 priftrinj ministra, gjë që s'është e drejtë kjo, priftrinj që njihen që marrin mesha, siç është protestant apo ai tjetri. Nga ana tjetër, po ja u them këtë gjë, që ka pas ka pas shumë qeveri Rama, qeveri që ka pas 67% ministra ortodoks dhe ato që vinë nga zona me rrënjë lidhje familjare nga Imara apo nga Saranda. Ka shumë emra. Të kalojmë ke kjo ana tjetër që Bulluku dhe Vengu njiheshin si lojtar të Greqisë, por të zbuluara në kohët e fundit. Rama i shkarkovi me qëllim që të bëjë zëvendësimin e tyre, e hoqi zonjën Spiropali sepse krijoi një autoritet ndërkombëtar, por dhe një pakëndësi në 2 vizitët e fundit në Athinë, që në vizitën që bërim fillim me diasporën shqiptare atje deklarovi që unë vi me rrënjë nga Çamëria dhe të parët e mi janë përzënë me dhunë nga këtu, dhe ka një rrënjë Çamërie, nga gjyshja, nga nëna që themi, e ka një rrënjë pastër, edhe kur ajo mbajti atën karafilin e kuq, shkenjën e karafilave të kuq që njihet dhe poezia karafili i kuqit Çamërisë, por që ja zoti Rama për orekset e Greqisë ja prishi karrierën, asaj është për mua karriera e saj është mbyllur politikisht, përveç si deputete nuk mund të jetë më. Për orekset për këto lëvizja pra vizita në Greqi e dogji. E dogji Rama se për mua Rama është lojtar i Greqisë dhe luan bukur, luan në tokë dhe mbi sipërfaqe hiqet si patriot me lëvizje të tilla këto, por është lojtar i shkëlqyer i Greqisë. Ai di vetë ato lidhjet që ka me Greqinë që nga viti 91, 92, 93 dhe zoti Berisha ja ka thënë që është i përpunuar nga ish oficerja e ambasadës greke në Tiranë në 93-94 Eleni nga Selaniku, është e njohur, dhe zoti Ferit Hoxha që ka ardhur, ka një të shkuar të errët, ka një akuzë të rëndë që gjoja në thojze e themi ka humbur laptopi i sekreteve të natës diplomatike, gjë që ai laptopu gjen në duart e sigurimit rus, ka pastaj pikën e errët në marrëveshje që ka qenë të varrezave të ushtarëve grek gjatë kohës qeverisë së zotit Berisha, ka qenë në komision apo bisedimet në marrëveshjen e detin 2009 që zoti Rama këtë komision apo këto këshilltarë i çovi në gjyq, dhe sot e shohim ministër të jashtëm, një lojtar themun që përsëri është lojtari i Greqisë. Për fatin e keq, akoma ne nuk po çlirohemi nga grekët apo dhe fqinjtë të tjerë që kanë pretendime territoriale në Shqipëri. Por Rama e ka të theksuar atën veprimin pro-grek, e ka të theksuar, na solli bustin e Miçotakësit aty që më ka përzënë dhe mu dikur në 93 me operacionin e nënçmimit, e them, Shesa, edhe shumë gjëra anti-shqiptare. Zoti Rama në histori do hyjë si anti-shqiptari më i madh. Tu do të jemi unë si historian, do ta shkruaj atë që është anti-shqiptari më i madh mas vitit 90. Ju thoni që tashmë ministri i ri i jashtëm ka vetëm 2 rrugë. Po, ka 2 rrugë. Një rrugë të tradhtisë për dhënien e detit pjesës shqiptare të detit jon në heshtje, po e përsëris dhe herë në heshtje. Unë kam frikë se Greqia e ka marrë në heshtje, sepse veç e ka deklaruar që ne e kemi marrë në 2025. Dhe nëse Spaku zbaton denoncimin që ka bërë zoti Rama në 2009-2010 për shitjen e detit jon, zyrtarisht, atëherë ai duhet hyjë në burg. Por duke ditur që Rama është një lojtar dhe në thojza e them i pabes, që i fut në burg bashkëpunëtorët e tij, se e ka treguar koha, futi në burg Sajmir Tahirin, e Delenisi, ja prishi familjen gjithçka strese, futi në burg Erion Velin, se mendoni u Spaku. Atëherë Bullukun si doli 3-4 muaj e mbrovi me çmimin më të madh dhe akoma vazhdon ta mori zoti Rama. Më vjen keq që them dhe ka shumë dokumenta, shërbimet e huaja,
partnere të Shqipërisë, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia, Turqia, siç është Italia, Gjermania, kanë fakte të atashme të zotit Rama. Ne mendojmë se duke hecur ne me ato telefonat në xhep mbyll nuk na vështrojnë ato mëdhenj. Ne jemi shumë të vegël përpara Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përpara gjermanëve. Dhe kanë dosje dhe Gjermani, nëse zoti Rama e rregullon me vajzën e Trumpit, ashtu siç flitet për 250 milion euro, atëherë s'të lej Gjermani, se ka përplasje politike Gjermani me SBA. Unë jam i vogël që t'i them këto gjërat, t'i hap ato. I din ato të shërbimit shqiptar. Pyetja është e zotit Rama, ku është i shefi Shishit? Helidoni, është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë mund të flasë atje gjatë bashkëpunimit që ka pas me zotin Rama dhe aparatet e përgjimit që ka pas në vitet që drejtonte Shishin? Vetëm pyetja thjesht. Vetëm logjikat na punoj. Po zoti Vishko që ka qenë shefi Shishit, çfarë ka thënë atje ku ka qenë ambasadori i NATO-s gjatë viteve për përgjimet e tyre tjerave? Dhe mos flasin edhe shumë personalitete tjera. Se çfarë mendojmë neve, se këta ikin dalin pension këta funksionarët e lartë të shërbimit shqiptar, shkojnë atje në Amerikë dhe atje kënojnë pastaj. Ky këtu, se atje s'ke, po shkova atje, nuk lejnë ato pa kënduar. Ju thoni që Rama më shumë tremet grekëve se amerikanëve.